Përshëndetje dashur shikues, mi se vini në Agora News, do të flasim për çështjen e pensioneve dhe të ftuar kemi një nga zërat më aktiv në këtë çështje, zotin Vladimir Dyshniku. Zoti Dyshniku, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Zoti Dyshniku, pensionistët kanë realizuar deri më tani 8 protesta sa i përket kërkesave të tyre për rritjen e pensioneve. Çfarë kanë prodhuar këto protesta dhe a kanë dhënë efektin e tyre për të rritur pensionet nga ana e qeverisë së kryeministrit Edi Rama? Protestat e vitit kaluar të pensionistëve e shkundën qeverinë dhe shoqërinë shqiptare, bazuar në vetë pranimin që i bën kjo qeveri dhe organizatat ndërkombëtare si Banka Botërore dhe FMN-ja, se skema e pensioneve në Shqipëri ka dështuar me turp. Se 537.000 pensionistë paguajnë me më pak se 200 euro në muaj pension. Tani, kjo situatë kërkonte një debat të gjerë kombëtar. Pse ndodhi? Pse ka dështuar skema e pensioneve? Pse këta 537.000 pensionistë që marrin më pak se 200 euro dhe që përbëjnë mbi 70% të pensionistëve paguar me një pension kaq minimal, kaq miran dhe skandaloz? Asnjëherë, as qeveria, as FMN-ja, as Banka Botërore, as BE-ja që e ka mbështetur qeverinë Rama, nuk ju përgjigje pyetjes tonë themelore. A është mjaftueshme 200 euro për një pensionist 80-90 vjeçar me disa sëmundje në trup, pa le më për të ushqyer që të përballojë jetesën? Fakti që nuk guxuan të përgjigjen kësaj pyetje fshe një të fshehtë të madhe. Unë dyshoj se kjo heshtje e qeverisë dhe e këtyre organizmave ndërkombëtare financiare fshehin një qëllim të madh. Dyshoj se është bërë një skenar që këta, ashtu siç e përcakton dhe konventa e OKB-s për genocidin, këta me kaq pak lek të vuajnë për ushqim, për veshmazje, për mjekime dhe sa më parë të largohen nga kjo jetë që të shpëtojmë. Zoti Dyshniku, unë mendoj se problemet çfarë u ka munguar protestave të pensionistëve që nuk kanë prodhuar rezultatin e duhur? Protestat e pensionistët njerë e kanë kryer detyrën e tyre. Ata e ngritën zërin dhe ja bën prezent shoqërisë shqiptare, qeverisë shqiptare, organizmeve ndërkombëtare dhe gjithë medias, avokatit popullit, kontrollit lartë të shtetit e tjerë, se ndaj pensionistëve po kryhet një padrejtësi e madhe, një trajtim mizor, një trajtim kriminal, në një kohë që për qend rrugaç Bashkia e Tiranës shpenzon 180 euro në muaj, sa për 3 pensionistë ish kooperativist. Kjo s'ka logjik dhe askush nuk guxon të ballavaçohet me faktet dhe argumentat që japim ne në këto protesta dhe në 10 intervista televizive, podcaste e tjera. Fakti që heshtin prafshe djallëzin, hipokrizin e tyre, qëllimin e tyre kriminal ndaj këtyre pensionistëve. Tani, qeveria në vend që tulet këmbë kryq dhe ta diskutoj këtë problem kaq të madh që lidhet jo thjesht me pensionistët, se problemet e pensionistët kanë të bëjnë me problemet e mëdha që ka e gjithë politika kombëtare, e zbatuar nga të gjitha qeveritë mas 90-s. Është një politikë antikombëtare. Sepse filloi që kur u shkatërruan të gjithë pasuritë kombëtare, kjo do e mos që do çonte një shpopullim në vendit siç ndodhi. Atëherë ka nevojë që të ulet këmbë kryq. Pse nuk bisedojnë? Pse nuk ulen? Pse nuk pranojnë? Por jo vetëm kaq. Pse nuk bisedon Edi Rama me ju konkretisht, të ulet të diskutoj konkretisht këtë aspekt kaq të rëndësishëm për ju, por vetëm ju thërret sa herë ka nevojë për
votat dhe sa herë janë zgjedhjet. Shiko, kryeministri Rama qëllimisht nuk do të diskutoj me ne, sepse ai ka vënë qëllim vetes, nuk e di se ç'urdhra zbaton, apo në subkonsciencën e tij ai e ka vënë qëllim vetes që të parët të personisë t'i largojnë nga kjo jetë, se e ka parë, se ai nuk ka pasur kur, asaj Berisha s'ka pasur kur të punojë të shërbejë popullit shqiptar. Dhe ka fakte, me mira fakte ka për të punë. Po bota hesht, perëndimi hesht, edhe vuaj pensionistët. Po pse shkojnë e votojnë atëherë? Pse shkojnë e votojnë Rama? Si reagon Rama ndaj protestave tona, ndaj kërkesave tona, ndaj fakteve që dhe ai pranon vetë, që nuk kemi lek të rrisim pensionet. Pra ai e pranon që pensionet janë të vogla, të pamjaftueshme, edhe që duhen rritur, por thotë s'kemi lek. Ky është justifikimi i tij, është një justifikim antinjerëzor. Antinjerëzor. Tani pse? Ç'a përdor tjetër? Ai përdor justifikime që janë kundër vetes tij. Edhe organizmat ndërkombëtare që e mbështesin. Ai thotë, vendi është populluar. Nuk ka kontributor për të paguar sigurimet shoqërore që të shkojnë për pensionet. Nuk paguhen pagat reale, fshihen pagat reale. Ka gati 50% e bizneseve janë informale. Pra, për mira punonjës në të zezë, nuk paguhen as kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore e tjerë. Pa folur për taksat ndaj shtetit e tjerë. Pra, këto janë humbje kolossale. Të gjitha këto që thota justifikime janë bumerang, bie mbi qeverinë e tij dhe mbi atë vetë. Po kjo qeveri dhe ai personalisht, ai nuk ka moralin, nuk ka turbin të pranojë, turi kokën para pensionistëve. Se këto që thot, këto janë idiotësira, këto janë një ku di unë, nuk e di edhe të huajt perëndimi, si i dëgjon këta dhe i pranon. Mbase kanë bërë një plan të përbashkët ndaj popullit shqiptar dhe duke filluar me pensionistët. Se kjo s'ka logjik, edhe fëmia e kupton që të lësh babain, nenën, gjyshin dhe gjyshen pa bukë se ti thua që kaq pension ke, jo është kriminale. Fëmia e heq nga goja vetë dhe ja jep primit, ja jep gjyshit. Kurse këta marrin 6.000 euro në muaj, plus të tjera. Se ky mund të thotë shumë gjëra. Nuk ka lek qeveria. Si s'ka lek qeveria? Po ky Keleçeja vjet tha që 240 milion euro janë deficit. Nuk janë paguar, janë borxhe ndaj Institutit të Sigurimit Shoqërore. Shumica nga 668 ente publike shtetërore. Po këto pse nuk i shkon ky? Nuk janë faj Tito? Po ky kryeministër paguan këshilltar e vet deri me 10.000 euro në muaj. Bile njeri prej tyre, një huaj, një i quajtur të Stellën, paguhet me 10.000 euro në muaj dhe në vit 120.000 euro në vit. Tani ky vestë ku që bën ky këshilltar, për çfarë këshillon ky Ramën? Për çfarë këshillon? Patjetër për së prapti, për gjëra të këqija. Tjetër. Ndoshta është i atij niveli që paguhet në atë shumë. Po atëre, nëse ky që nga i atij niveli, ku është kontributi i atij nivelit të tij? Çfarë kemi përfituar ne si popull shqiptar? Apo ne konkretisht ne pensionistët? Çfarë kemi përfituar? Na e thot konkretisht. Ja, për shembull, shqiptarët paguajnë 80.000 euro në ditë për inceneratorin që nuk ekziston. Edhe ky është një lloj kontributi. Po këto janë denoncime që unë po bëj, që Keleçeja hesht, Spaku hesht, edhe merret me Cakanamaj. Me Cakanamaj. Ai që hedh firmën si kryeministër, ai ka fajin edhe për ministra. Nëse futet një ministër në burg, të paktën minimale kryeministri duhet të shkarkon nga dyra. Edhe do të jetë në ndërtim. Belinda u morë pander, ama. Duhet ishte marrë që në fillim Belinda. Po pse tashti? Tjetër, ky kryeministër paguan padrejtisht. Nuk e di se në çfarë ligje e bazon ky, po unë them është jashtë logjike që të lësh ti mira
ish pensionist, ish kooperativist, të lesh me 50, 60.000, 70.000 lek, 80.000 lek pension, do lek të vjetra, pension në muaj, dhe ti paguash në vit trajnerit kombëtare Sylvinjës 1 milion euro në vit, nga leku i gjaput të popullit, pensionistëve, më duket se është një krim. Është një krim. Ku i gjeti këto para që i jep ti trajneri? Ku këti trajneri do ta paguaj Federata Shqiptare e Futbollit? Ç'pun ka ky të paguaj trajneri e futbollit? Tjetër, po ky kryeministër me aventurizmin e tij. Ky ka vënë në dispozicion për ndërtimin e pistës së Formula 1 në Elbasan 230 milion euro. Si u dashka investuar me kaq milion euro në një pistë për punë qefi, punë reklame, punë propagande, punë deliri madhështie, dhe ka lënë vendin jo vetëm pensionet, po ka lënë dhe mira fëmijë pa qerë dhe kopshe dhe shkolla. Atëre, u shishton këto? Pse hesh banka botërore? FMN-ja, Bashkimi Evropian që thotë Rama pas ka punuar shkëlqyshëm. Po populli pse se nuk e dëgjon? Kjo Bashkimi Evropian, pse nuk e dëgjon popullin? Po fulmi, po pse ndodhin këto gjëra? Pse heshti, pse nuk na pranoi të na bisedoj, edhe vazhdo të mos bisedoj me ne pensionistët këtu. Se fajin këtu e ka dhe media. Media mbasimet maj. Juve u mori votat ai aq donte. Po pra po puna është që po media që s'na mori votat, pse mbasimet maj për pensionet fton vetëm ekspertët e ekonomist, flet gazetarët, ekonomist e tjerë apo politikan dhe nuk na fton ne pensionistëve? Nga ato që do të them mund të arrestoj, mund të ashti, asnjë nga këta gazetar, ekspert, politikan nuk i shtrohen në media. Mbase janë pjesë e skenarit kundër pensionistëve. Dhe unë jo vetëm dëgjoj, por jam i bindur dhe kam thënë këtë kudo sa herë që kam folur. Dhe asnjë s'ka dëgjuar. Edhe kjo është më rrezikshme. Bile, unë mendoj se pensionistët nuk duhet përdoren nga politika si ata zagarët e gjavut që lehin për të prur gjavun për interesat e tyre. Po duhet shtrojnë problemet themelore që shqetësojnë pensionet. Zoti Dyshniku, çfarë do bëni tani e tutja? Do ketë protesta masive kundër kryeministrit Edi Rama sa i përket mënyrës se si trajton ai pensionistët? Unë nuk jam për vazhdimin e protestave. Protestat janë bërë aq shumë, por atyre u ka munguar thelbi. Thelbi u ka munguar. Ato çfarë kemi thënë ne në protesta, forcat politike nuk na kanë dëgjuar, nuk kanë dashur të na dëgjojnë. I kanë ignoruar argumentet tona, faktet tona, dhe kanë ngjerur te minimumi etik, te indeksimi, te bonusit, te pensioni mesatar, lojra fjalësh. Po mirë, si do ta zgjidh Do një të atëherë? tregoj. Urdhë? Si do ta zgjidh një atëherë këtë çështje? Po, nëse ka forca politike, apo avokati i popullit, apo kush do tjetër që i dhimbset popullit shqiptar, aq tepër pensionistët, unë mendoj se janë shumë probleme që duhen shtruar dhe do denoncuar qeveria. Sepse ajo skema që thuhet ka dështuar totalisht, ajo ka arsyet pse ka dështuar. Janë faktet domethënëse që pse ka dështuar dhe kush është faji dhe si duhet vepruar. Qeveria thot, një nga arsyet. Ju pensionistët kaq keni kontribuar, kaq pension u takon. Ky është justifikimi më përbuzës, më injorues, më mos mirënjohës dhe më kriminal që i drejtohet pensionistëve. Dhe unë e hedh poshtë me neveri këtë justifikim të kësaj qeverie dhe të gjithë atyre ekspertëve dhe gazetarëve që flasin në media mbrojtshme që nuk e dhimbse popullit shqiptar, por i shërbejnë në nështrimin të popullit. Konkretisht, flitet për pensionistët nuk pas ka dhënë kontribut. Por kontributi i pensionistëve është aq i madh
sa në asnjë vend të botës pensionistët nuk kanë dhënë një kontribut siç ka dhënë pensionistët tanë. Konkretisht. Pensionistët janë krijuesit, janë zbuluesit, krijuesit, ndërtuesit dhe shfrytëzuesit e të gjithë pasurive kombëtare që në 90-ën u gjendën mbi tokë dhe në tokë. Nafta, puset e naftës, qindra puse nafte, qindra miniera, kromi, bakri, heku nikeli, e tjerë, uzina, fabrika, kombinate, shkolla, teatro, stadiume, pallate sporti, hekurudha, hidrocentrale, e tjerë, janë gjaku, djersa dhe puna e këtyre pensionistëve. Por e veçanta e këtyre pasurive kombëtare, ndryshe nga gjithë bota, kjo pasuri ishte jula kombëtare, jula popullit. Nuk ishte pronë private, që ta shfrytëzonte dikur thoshte është prona ime. Ndryshe nga gjithë bota. Në botë, në vendet e lindjes ish komuniste, vërtet kishte edhe atje miniera, puse nafte e tjera, fabrika, uzina. Por ato i kishin ndërtuar pjesërisht shteti. Por shumicën në botë e ndërton dhe përdor e shfrytëzon ai pasaniku, miliarderi. Kurse ati punëtori, kur den pensioni takon thjesht rroga dhe kontributi që ka dhënë marrë pensionin. Kurse në Shqipëri pensionistët ja lanë popullit shqiptar, jo vetëm këtij brezi, por me dhjetra apo qindra brezave një pasuri të madhe që t'ja kaloj dhe Zvicrës, se Zvicra s'ka fare as pak, as 1% të pasurive që ka Shqipëria. Dhe t'jetojnë pensionistët me një pension mjeran, ky është një krim i madh që i bën këtyre pensionistëve. Tani tjetër. Po. Tani tjetër. Thelbin e padrejtisë madhe, e injorimit madh, e përbuzjes dhe diskriminimit të pensionistëve shqiptar nga të gjitha qeveritë, po në mënyrë veçantë nga ky tellall që shfryn ndaj pensionistëve sikur të ishin bërë robër lufte. Kryeministri e ka fjalë për kryeministin Rama. Unë po i rreshtoj këtia që t'ja përplas në fytyrë kontributin konkret dhe shfrytëzimin që i është bërë ish kooperativistëve që tani janë pensionistë dhe që tallen ndaj tyre. Dihet që kooperativat bujqësore kanë qenë pronë e grupit. Fshatarët, ish kooperativistë, paguheshin atë kohë me ditë pune për punën që bënin në kooperativë. Me një rrogë që shkonte mesatarisht 2-3 lekë muaj. Dhe mbi bazën e kësaj rroge, burokratët dhe anti-shqiptarët e mbas 90-s i llogarisin këtyre pensionin, që është jo vetëm e padrejtë, po është përbuzse, nuk di, është e nevritshme një logjikë e tillë, që edhe akoma nuk duan ta pranojnë. Konkretisht, kooperativistët prodhonin shumë. Me prodhimet e kooperativës ushqehej gjithë Shqipëria. Mbusheshin në rezerva gjigante shtetërore me ushqime edhe me pjesë këmbimi e tjerë, që në rast të lufte të luftohej e të ushqehej populli dhe ushtria për 5 vjet. E dyta, me prodhimet më cilësore të bujqësisë furnizohesh, eksportoheshin mandrat më cilësore, dhe nga ato mandra vilesh një sasi e madhe valute me cilën blihesh vend e parë për ekonominë dhe pjesë këmbimi apo pajisje për qindra fabrika, uzina, kombinate, hidrocentrale, hekurudha e tjerë. Por nga të gjitha këto prodhime, ky kontribut ka që madh, shteti si pagon nga si lek kooperativës, ja merrte si plan shteti. Dakor, po pensioni më të madh sot e merr deputeti dhe jo ish kooperativisti apo ai që ka do flas edhe për atë. Unë po flas tani çfarë padrejtie e madhe i bën ky sistem. Se ai sistem ashtu e gjikonte. Mos merrem me ato sistem, sa ato e dim, e kemi diskutuar. Jo, se po me atë rrogën atij sistemi paguhen kooperativistët sot. Bile me logjikën e sotme, jo me logjikën e atërshme. Se vërtet thonë këta, edhe ashtu është që në Shqipëri ka ekzistuar diktatura me egër komuniste në botë. Po mirë, këta fshatarë me kaq rrogë dhe me gjithë të prodhime e kontributet madh që kanë dhënë që nuk i paguhesh as i lek.
a bën pjesë kjo në atë diktaturë që kanë luajtur këta korporativistë? Si është problem ky sistem këtyre korporativistëve duke u tallur? Po si po është problem pra? Ja, kjo është pra. Ky është problemi. Ignorimi total, përbuzja, diskriminimi. Nuk është kjo e vërteta. Nuk është ajo paga mbi cilën është derdhur kontributi në atë kohë. Sa ai kontributi është derdhur për atë sistem, për atë kohë, për atë llogari. Kurse tani ndryshe duhet vlerësuar kontributi real, jo ai 2000 lekë që ka marrë korporativisti. Apo nësa kooperativa ja marrë 1000 lekë, 500 lekë, më pak, kooperativa malore. Nuk është hyrë fare këtyre probleme, po i rënë një drapsit dhe vetë janë rregull ata burokratët e qeverisë. Se i hyn kazmos dhe grabitën të gjithë pasuritë kombëtare dhe s'kishin nevojë as për pension. Tani tjetër, çfarë ka ndikuar që rrogat që ka ndikuar dhe në pensionin e sotëm, që ka dalë kaq vogla mbi bazën e saj që paguhet pensioni. Në ato kooperativistët krynin deri në 25 ditë zborin dhe pagesën e zborit ja bënte kooperativa, jo shteti. Bile ishin mira kooperativist që kur bëni zbor nuk shkoni kooperativ. Pra mund të ishte periudhë piku, mund të ishte koha e mbjelljes grujta, misit e tjerë. Pra e dëmtonin dhe ekonomikisht, po dhe financiarisht kooperativën. Pra nga këto zbore, humbte kooperativa, nuk fiton gjë. Tjetër, kur binin tërmetet apo përmbytjet, kooperativat ishin detyruar të çonin qindra punëtorë specializuar për rindërtimin e shtëpive apo digave të tjera. Bile, ato ishin detyruar që të çonin dhe një sasi të madhe materiale shëndetimi. Po të gjitha ato ishin humbje. Ata punëtorë që punonin i pagonte kooperativa. Edhe materiale ndërtimit ishin pjesë e shpenzimeve të kooperativës. Pra ato influenconin në mungesën e rritjes të ardhurat ndash mujore, ndash vjetore të kooperativave. Pra këto nuk llogariten sot. Sepse vërtet, më fal, si nuk llogariten? Pse nuk llogariten pra? Pse nuk i llogarit Nuk llogariten, ore. Unë e thash, unë dyshoj, po me këto fakte them që nuk është fare dyshimi, po është fakt. Ore këta kanë vendosur që pensionistët të vdesin. Të vdesin. Tiki nga kjo botë. Si e kanë vendosur? Po e përcakton konventa e OKB-s për genocidin. Që është përgjegjësimi i kushtit të jetesës, aq sa të rrezikojë jetën. E pra, me 200 euro, a jeton dot? A mjekohesh dot? Jo. Kjo tregon që thjesht atyre, mbyllja gojës edhe ignorimi i këtyre fatkeqësive e mjerimit të pensionistëve tregon se këta kanë vendosur që këta njerëz të çojnë para kohën të vdesin. Po pse shkoni votoni atëherë? Pse shkoni votoni atëherë? Ore, më fal, nuk diskutojmë atë votë. Ajo vota ka problem tjetër dhe ajo vota. E kam thënë dhe njërë tjetër. Edhe peshku më i zgjuar, i uritur, do bjerin në grep. Po si më, po të burgosërit, nuk kanë votuar, 100% për të qeveri. A votuar? Ishin të kënaqur ata me burgun. A ishin të kënaqur? Kështu pra. Po mirë, nuk është kjo logjika. Pse nuk i vijoni protesta, duke qenë se në disa protesta që ju zhvilluat vitin e kaluar pati lloj lëvizje nga ana e kryeministrit Rama. U shqetësua disi? Djo, më vjen shumë keq. Protestat e bën punën e vet, po politika nuk e bëri punën e vet. Këto po them që nga politika, pasën nuk ju sjell gjë politika. Ideja është që ju shkoni para kryeministrisë. Po mirë. Po politika për çfarë do neve? Vetëm për vota? Për pushtet? Për çfarë do politika? Për vota. Pse thonë ne i shërbim popullit? Pse thonë? Statistik. Po pra për statistik. Prandaj këto që po them unë sot, edhe që kam thënë vazhdimisht, ato duhet i bënte pronë politika, të gjithë forcat politike, opozitare. Jo të ndarë, PS-ja, PD-ja, PD-ja, Mundësia, Lëvizja Bashkë, etj. Jo të ndarë. Pavarësisht se thonë ta, këta janë të majtë, ne jemi të djathë, nuk fuqemi ideologjikisht. Qatë majtë e djathë këti më. Ku kanë Shqipërit majtë e djathë. Të tërë janë prallë me mretë. Të tërë duan pushtetin, të tërë i duan pensionistët. Talën me ta, i shfrytëzojnë për ta. Shfrytëzojnë me mjerimin e tyre, vetëm për të marrë vota, që kur t'ju pushtet, unë do bëj namin.
për problemet e pensionistëve që janë rrjedhoj e problemet që ka e gjithë populli shqiptar, duhet bashkohen të gjithë partitë opozitare. Në qoftë se kam për qëllim që t'i shërbej popullin. Jo të ndarë. Unë nuk bashkëpunoj me filanin, se ai nuk puqet me mua ideologjikisht. Po puqet me popullin, more. More zoti pushtetar, more zoti politikan anti-shqiptar. Nuk bashkohen njerëzit, nuk i bashkohen njerëzit as antikomunizmi, as komunizmi, as fet, as krahinizmi, as shoqërit. I bashkon halli popullit. Edhe sot, pensionistët që janë 537 që vuajnë në mjerim, duhet i bashkojnë gjithë forca politike. Ato forca politike që nuk pranojnë të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, ato janë anti-shqiptare. Pra ju po thoni se nuk janë përpe. Pra ju po thoni se ju jeni të braktisur totalisht nga forcat politike. Kemi qenë dhe jemi të braktisur. Sepse forca politike duhet i trajtojë problemet në shkallë më të thellë. Kur thuhet që skema pensione ka dështuar, kjo nuk është punë e ekspertëve. Çka kanë thënë ekspertët deri sot nëpër televizione? Çfarë thonë? Ata shikojnë, qeveria ka këtë ligj, qeveria ka këtë VKM, ka që janë pare, ka që asgjë nuk thonë nga ato që po them unë. Ata s'flasin se si mund i shërben. Mund të thonë rreth të shkëputur, po jo në themel. Pse ka dështuar? Pse u hartua ajo skemë atëherë anti-shqiptare në kundërshtim me realitetin shqiptar dhe pse tash vazhdohet që nuk diskutohet, nuk debatohet. Po mirë, qeveria thot unë do bëj reformë. Po mirë, si mund të bëj reformë këta politikanë që i kanë bërë kazë në Shqipërisë? Po këta e kanë hartuar atë reformë. Këta politikanë, Sali Berisha me Edi Rama. Po ka bërë reforma. Si mund të besoj unë këtyre? Më fal, si mund të besohet këtyre? Si mund të besohet ujkut t'japet drejt qingjit që e ka shkyer, e ka ngrënë? Ore ka bërë reforma, ju ka dhënë bonuset. Jo. Bonuset janë si kocka që jene. Atë qunë reformë Edi Rama. Po të lutem shumë. Unë po them reforma është kjo që thash unë. Kontributi i pensionistëve nuk është ky që thon këta. Ai 2000 lekë që ka marrë robën dhe mbi bazën e tij është caktuar kontributi dhe me atë kontribut, quhet kontribut. Nuk është ai kontributi në Shqipëri. Ai mund të jetë në të gjithë botën. Por në Shqipëri ka ndodhur si në asnjë vend të botës. Në asnjë vend të botës nuk ka qenë e gjithë ekonomia, të gjithë me rrogë shteti dhe u ndrua sistemi se në botë ka qenë privat, më shumë ka qenë privat dhe janë privat. Pra ndryshe është neve. Duheshin trajtuar problemin ndryshe. Nuk është trajtuar ndryshe, po Zot Dyshniku, patëherë pse nuk shkoni te zyra e kryeministit Edi Rama që të protestoni poshtë kryeministrisë aty çdo ditë duke kërkuar të drejtat tuaja një për një? Shiko, po mire, këta pensionistë, 5-600 që kemi protestuar 8 herë rreshtë. Pse duhet vëmë në 8 herë rreshtë të protestojmë? Pse u dashka pensionistit protestojnë? Çfarë bëjnë forcat politike? Çfarë bën avokati i popullit? Çfarë bën KDSH-ja? Çfarë bëjnë organizata, qindra organizata jo qeveritare? Ore, lutem shumë, ana monitoron Shqipërinë Bashkimi Evropian. Po si mund të thotë Bashkimi Evropian që Edi Rama ka punuar shkëlqyshëm? Po lere Bashkimin Evropian, po them ju konkretisht çfarë do bëni? Ore, jare, ne i bëjmë të tonat. Po se ka bërë punë për forcat politike. Forcat politike nuk i kanë bërë. Po mos prisni gjë nga forcat politike, pra. Si? Mos prisni gjë nga forcat politike. Ore, ne jemi shqiptar. Në qoftë se ne nuk do presim ato forca politike, atëherë forca politike le të shkrihen. Për ka janë krijuar ato? Ku i shërbejnë ato? Deputetët e kanë pensioni gati në 3 milion lekë, nuk ju interesojnë se sa e merrni ju pension. Nuk po flas për ata. Ata s'kan logjik, ata s'kan dhimbshuri. Për mua, që nga Sali Berisha e deri te Edi Rama, ata kanë instaluar në Shqipëri regjim kriminal anti-shqiptar. Unë nuk prezgjen nga ata. Unë po flas për partitë opozitare që mburren se neve jemi në shërbim popullit, ne do rrëzojmë diktaturën e Edi Ramës. Po si të rrëzosh diktaturën e Edi Ramës?
kur ti e përkëdhel, atë thjesht me protesta, partitë politike duhet të kenë ide, duhet të kenë alternativa, por duhet t'i bëjnë dhe analizë të shkuarës, se ajo e shkuar në ka quar në këtë deregje. Asi nuk flet, pse ka dështuar skema e pensionit. Asi në mënyrë absolute nuk e përmend. Asi nuk e përmend. Pse është pensioni 200 euro? Po thot, kaq kontribut ke bërti. Pra edhe forcat politike puqen me qeverinë. Këto që po them unë, këto argumente që po jem arsyotim që po bëj unë, analizë që po bëj unë, se kanë bërë forcat politike. Ato pse se bëjnë, ato e din ato. Po për mua, kjo është një dallëzi, është një hipokrizi. Është faji tyre, është përgjegjësia tyre. Dhe për këtë unë po i vë të gjitha me shpata për muri. Edhe jam kundra zhvillimit të protestat, përdorimit të pensionistëve si kur shau. Jo, pensionistët e ban, e ngritën problemin, e ngritën shqetësimin, e mori vesh shoqëria shqiptare se si është gjendja. Atëherë klasa politike, edhe të gjithë organizatat e ndryshme që janë këtu përfshirë avokatët e popullit, duhet ta marrin këtë parasysh. Edhe këto organizimet që bëjnë gjithë huaj këtu, po flasën për përfshirë organ. Ti i thot, ti ke suksese më thot. Si mund të ignorosh ti këto hallet se vujtjet e këtyre e pensionistëve, ky thot, unë s'kam, thot, është populluar vendi. Po është ka më turp për si mund ta pranoj Bashkimi Evropian, ju këtë si justifikim? Po ti ke shpopulluar më vendin. Ti shkatërrove ekonominë, pasuritë kombëtare i volle. Ku do punoni njerëzit? E thash dhe rrallën e kaluar. Mirë që u shkatërrua, se kapën të si problem. Po mirë këta njerëz, këta shqiptar, ku do punonin ta? Ore unë e shtroj pyetjen më thellë akoma. Pse ja u drejtoj Bashkimit Evropian, Bankës Botërore, FMS, ore, pse e rrëzuat juve diktaturën komuniste? Për çfarë e rrëzuat? Për dy akuza. Për luftën e klasave dhe tallonin ushqimor. Të lutem shumë, a nuk ekziston bile më egërsisht edhe sot, mas 35 vjetësh të rrëzimit të kësaj diktature, prap lufta e klasave dhe talloni ushqimor? Atëre, si mund të flisni juve që Edi Rama pas ka punuar shkëlqyshëm? Si mund të mbyllni syt juve para krimeve që kanë bërë këta të dy? Edhe shqiptarët vuajnë për bukë në gojës, pra shpopullimin e ka bërë këta. Edhe duhet ta paguajnë këta krimin që ka bërë, jo pensionistët. S'kemi lek të paguajnë pensionet. Ti ke lek, po ti ke shpërdoruar. Ti ke tallur me nderin me lekët tona. Ti breth me avion personal, me charter në të gjithë botën. Kush je ti? As më fal, aq breth Edi Rama me avion në të gjithë botën, sa po të mbledhësh udhëtimet nëpër botë të presidentët të Amerikës, Kinës dhe Rusisë, as çareku në tyre nuk bëj, e këtij nuk bëj. Qa janë to? Nuk janë lekë tona ato, nuk është gjaku i popullit. Si breth ky mo? Si breth ky njeri? Ç'është ky? Hovarda. Edhe tundet, shkundet. Mburret për takimet që bën jashtë shtetit. Ç'a ka prur ky? E kam thënë dhe dje në një postim në Facebook. Edi Rama është anti-amerikan. Pse e them këtë? Se është anti-europian, nuk e diskutoj. Po marrë si anti-amerikan se ky e burr. E thot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thot, janë kampioni i demokracisë në botë. Janë partneri ynë strategjik më i madh. Të lutem shumë. Ky vërtet shkon gati çdo muaj. Në 1 dhe 2 në muaj. Në Amerikë. Jo, Bile në Michigan. Nuk shkon dot tani. Prit, ka shkuar ka shkuar se vitin 13 ky. Po. Ore, Po nuk shkon dot. Ka shkuar, jo, nuk ka shkuar me. Ore se çdo ndodhi nesër, nuk po flas për nesër, nuk po flas për shkuar. Nuk ishte dot as në si ishte dot as në asamblen e kombeve të bashkuara. Nuk i ka mirë aq shumë. Ky është diskutim tjetër. Më fal, nuk po merrem me vogëlsira unë, me një rast. Unë po marr çfarë ka bërë ky dëm për neve. Se dhe Sali Berisha ka 4 vjet që nuk shkon atje. Po ai ka bërë krime të mëdha në Shqipëri. Patjetër. Zoti Dyshniku nuk llogaritet. Të dalim të pjesa. Ky ka shkuar. Po jo, ore janë të lidhura të gjitha këto. Kur thot ai nuk kam lek. A pra,
Kur thonë nuk kam lek, këto ka një logjik. Pse thot këtë? Prandaj ti duhet të shër maska. Duhet të shër maska. Dhe këtë gjë duhet ta bëjmë forcat politike. Jo të dalin në për televizore e të bëjnë lojra fjalësh. Edhe flasin. Vetëm thjesht për të marrë pushtet. Zoti Dyshniku. Ne mbështesim pensionistët. Po, zoti Dyshniku sa Rama, thash një gjë unë. Rama është anti-amerikan. Pse e them këtë? Ky vete vazhdimisht në Amerikë. Dakor. Ka 2 ambasada në Amerikë. nuk Po prit më tash ka shkuar të rjetën. Ka shkuar të rjetën mo. Okej, dakor. Ore ka harxuar fare. Po prit ku do dalë në Gjorgji. Ka shkuar të rjetën, ka bredhur. Se çdo bëhet në tutje nuk e di fare, nuk merrem me punën. Unë merrem që çka ka marrë ky nga goja jon. Që na ka pirë qapën. Ky tani shkon në Amerikë. Çka ka punë nga Amerika ky? Populli shqiptar? Për derisa vete atje, për çfarë shkon? Ky shkon thjesht për dalë fotografi, për të dhënë intervista, për të takuar rastisht liderë të ndryshëm atje, qoftë edhe në klub duke do pire kafe, se ky i ngjishet, edhe ai fotografi edhe ai që regjistron me video nga mbrapa, kaq. Këto bie këtu në Shqipëri. Ash pra. Po, jo, por nuk është jo. Se ky ka vërtet ka bërë 3 vizita në Michigan, që unë i njoh mirë Michiganin, që ky se një fare dhe nuk do ta njohë, dhe as një televizion që u kam thënë nuk ka guxuar më pranoj kur i them që dua t'u tregoj shqiptarëve Amerikën siç nuk e ka treguar njëri. Se këta vërtet e tregojnë Amerikën. Ja, Amerika kemi shkuar tu. Ja, filan shqiptar ka ngritur një restorant. Filan një shqiptar mjet i rëndësishëm. Po ne nuk na duhet kjo. Suksesi i shqiptarëve në Amerikë është aftësia tyre personale, po është janë dhe mundësitë që ka krijuar ai shtet për shqiptarët. Ne duam atë përvojën e Amerikës na e bie në Shqipëri. Nuk i intereson Edi Ramës eksperienca amerikane për ta sjellë në Shqipëri, apo ai e bën thjesht për të manipuluar turmat në Shqipëri. Po mirë. Të ndalojmë te pjesa e pensioneve se po ikim shumë lart tani. Ore, shiko, edhe unë se mund të bëj pyetje që, ore, pse heshin këta? Se ma bëre pyetje, pse votuan ata pensionistët? Po shumica e këtyre pensionistëve që votuan paktën këtu në Tiranë, janë ata që më kanë thënë mua çam ka takuar, tel bilekën kooperativ, ma ka dhënë qeveria. Pa aq mjaftohet ai të buk, aq mjaftohet të ketë bukë shtëpia pra. Avash, po intelektualët dhe forcat politike që udhëheqin popullit nuk do të shkojnë në këtë nivel. Dhe as duhet gjykuar fare që pse votuan. Ja pikërisht pse votuan. Këtë do të gjykojnë forcat politike dhe intelektualët shqiptar. Edhe në mediat bëhet debatat më mëdha për të punë. Të bëhet diskutim. Po, zoti Dyshniku, sa duhet ta keni ju pensionin? Se ka mbaruar të punën e anti-amerikanizmit. Po mbaroi se e keni thënë shër. Po e kam thënë pra, po kjo është një përmbledhje për të treguar që këto pensionet janë të qëllimshme. Këto janë antipopullore, anti-shqiptare. Se ky bret në tërë botën. Ka mbi 20 ambasada në tërë botën. Qa ka prur ky nga gjithë botën nga përvoja? Ore një të vetme ka prur. Unë jam qytetar, i thjesht, një pensionist. Dhe nga Michigani mund të sjell mira foto dhe video nga përvoja se si ekziston demokracia dhe shteti ligjor në Michigan. Se si shërben pushteti vendor qytetarëve kudo ku banojnë. Si funksionojnë qerdet, kopshet, shkollat, shërbimi shëndetësor. Se si u kompletohen të gjithë qytetarëve kudo ku banojnë me të gjithë elementet jetik të domosdoshëm, që këtu mungojnë të tëra. Unë t'ja u them, i kam të regjistruar në celular, asnjë nuk pranon. Po ky, çfarë bëjnë ta ambasadorët? Çfarë bëjnë të shëtitet që bëjnë ta deputetët e ministrat? Pra, nuk duan t'ja tregojnë. Edhe unë këtë egërsi që kam ndaj këtyre parashëndetje që kam bërë ka qeveritar, e kam mbasi shkova për herë parë në Amerikë, se edhe unë kështu mendova. Fillim kur rrëzuan nga fabrikat i shkatruan, edhe unë thashë, kështu që ajo kapitalizmi do shkatrojnë, dikur do bëti pasë i varur. Po kur vajta pas në Amerikë, thash, ky është sistem që duhet zbatuar në Shqipëri, që do marrë përvojë. Të ndalemi te pjesa tani e pensioneve. Ju si mendoni sa duhet ta kenë
ju si mendoni, sa duhet ta keni pensionin mujor në mënyrë që të bëni një jetë dinjitoze dhe që t'i përgjigjeni nevojave tuaja të përditshme? Unë thash për kooperativistët, thash dhe për kontributin e të gjithë pensionistëve. Tani kur thonë këta që kaq kontribut keni dhënë, kaq që takon, ju bëj një pyetje këtyre pushtetarëve, të kaluar dhe tanishmi, ekspertëve, gazetarëve. Po këta deputet, ministra të këtyre 35 vetëve, çfarë kontributi i ka dhënë popullit shqiptar? Se pensionistët me pasuritë kombëtare, me djersën e tyre, ja lanë popullit shqiptar kontributin për qindra vjet. Ja dhanë shoqërisë, jo familjes tyre. Kurse këta politikanët e këtyre 35 vjetëve si ka dhënë asnjë fidan, një fidan peme si ka dhënë shoqërisë. Ata bën reforma për ju. Ato reformat janë pikërisht. Po që reforma kur ka përfunduar, kur 300 i pensionistëve marrin më pak se 200 euro. Tash mjafton. Shiko, unë nuk mendoj të përdorim këtë ironinë, qoftë dhe për kundër atyre, qoftë dhe se dëgjojnë, ata pensionistë që na dëgjojnë, ata nuk se kanë hallë fare të merren me nivele kaq të sofistikuara të bisedës tonë. Unë mjafton t'jap fakte dhe t'jap argumente. Ti dëgjoj qeveria, po doj, ti dërgoj dhe tjerët, po dhe forcat politike, që deri tash janë marrë me pralla me mbret. Janë marrë me pralla. Unë bëj kështu. Çfarë bën ti? Po mirë, sa duhet të jetë pensioni? Sa duhet të jetë pensioni mujor? Çfarë kanë bërë? Çfarë bëjnë deputetët? Çfarë bëjnë deputetët, ministra, çfarë kanë bërë? Shkatruar Shqipërinë dhe caktuar për vete deri 6.000 euro. Dhe ata këshilltarët që marrin nga 30-40 këshilltarë mbas vetes, marrin nga 10.000 euro në muaj. Çfarë është kjo? Pra, se këta marrin kaq shumë, se këta vlen kontributi këtyre për së prapti, për shkatrimin e Shqipërisë, për mjerimin e Shqipërisë, për shpopullimin që ka kaq pozitiv. Po mirë, po ai trajtimi qenë me 180 euro, qenë pas ka kontribut më të madh se ish kooperativistët? Ashtë turpi madh, mo. Po ka sy e faqe, ka surrat ky njeri të dali para pensionistëve e të du s'kam lek? Si s'ke lek, mo? Zoti Dyshniku, a keni bërë ju një llogari se sa ju nevojitet pensioni mujor për të përballuar të gjitha shpenzimet dhe kostot e jetesës tuaja? Shiko, kjo llogari, kjo është relative. Po patjetër, po një shifër e përcaktuar deri diku. Po jo më se, kur dyfishoj çmimin ato rrogat e deputetëve dhe të ministrave e rrogtarëve të tjerë, ky përdori këtë justifikim, arsyetim. Tha, është shtrejtuar jetesa. Tani kur që është shtrejtuar jetesa për këta deputet e ministra, ku blen këta? Mos blen në dyqanet si dikur te bloku? Dyqanet që janë më shrenda? Po bashkë me ne blen. Pse që është shtrejtuar jetesa për ata dhe jo për ne? Një kjo, e dyta. Shumica mallrave, mbi 80% e mallrave që tregtojnë në supermarketet tona, në dyqanet tona, janë të huaja nga Evropa. Pra, janë me çmimet e Evropës. Po si mund t'i blejnë pensionisti shqiptar, po dhe punonjësit e tjerë, me rrogat mirane, se ato mallat të Evropës i blejnë evropian me rrogat e pensionit e tyre. Por si ka mundësi që i blejnë ne me ato çmime, i blejnë ne këtu me këto pensionet dhe rroga? A duhet ndryshuar në logjikën e pagesave të pensionet dhe rrogave kjo? Se s'ndalen të kjo. A mendoni se një rritje e pensionit prej ose më saktë, nëse do kishit pension 1.000 euro, 1.500 euro, do ishte i mjaftueshëm për të përballuar nevojat tuaja? Pra pe thash, nuk mund ta përcaktoj, nuk do të nisë këtu. Një qeveri që nuk pranon këto që thash deri tashti, këto argumente, këto fakte, ajo edhe çfarë do të them unë, ajo nuk do të dëgjoj.
Ajo dha 2,5% indeksim, që është mashtrim. Do të thuash ti, ku bazon këtë mashtrim? Po, ja ka thënë FMN-ja vjetë kësaj qeverie, që për vitin 2023 ka mashtruar duke falsifikuar koeficientin e indeksimit, që duhet qeveria në bashkëpunim me Instatin dhe Bankën e Shqipërisë duhet ta kishte indeksuar 2 herë në vit nga 10-12%, pra 20 deri 24%, por na indeksoi 8,6% par vjet. Pra nuk është denoncim ky. Po e bëj këtë pyetje sepse një moment, e bëj këtë pyetje për çështjen e pensionit. E bëj këtë pyetje për çështjen e pensionit. Më fal një moment, e bëj këtë pyetje për çështjen e pensionit. Më fal, edhe vjet më na volli. Na volli edhe vjet më. Mbas asaj që denoncoi ajo FMN-ja, na volli edhe vjet, na dha 4,1%. Dhe i saktuar në buxhet 41 milion, na dha vetëm 17 milion dhe në 3 muajt e fundit. Dhe i futi në bonus. Domthon po t'i jap unë këto dyra. Jo buxheti, po t'i jap unë. Pastaj, pse si indekson këtu në 1 prill pensionet, apo më thash indeksimin e pensioneve? Pse? Pse ka qenë tetor? Pse na mashtron? Pse nuk zoton ligjin? Këta ekspertët, të lladhët që dalin për televizionin thonë, është detyrim ligjor indeksimi. Atëherë kur që janë detyrim ligjor, ligji e kanë në 1 prill. Pse nuk e denoncojnë qeverinë ta? Po merren me lojra fjalësh? Kështu që janë shumë gjëra që hynda. Po tjetë për kontributin që tash, çka ka dhënë populli shqiptar, sidomos ish kooperativistët, dhe mbas tyre janë dhe minatorët, se minatorët ka marrë çik rrogë, po kooperativistët 2.000 lekë ka marrë. Këta ka hequr bukën e gojës, në krahasim me të gjithë pushtetarët, deputet, ministra e tjerë, mbas 90-s, që i vunë kazë në Shqipërisë, në qoftë se do të caktuar një rrogë, unë nuk pa marrë me shifër, po them, pensionistët e sotëm që ka punuar në atë kohë dhe në mënyrë të veçantë, ish kooperativistët dhe më pas minatorët duhet marrin pensione më të larta se deputetët e Shqipërisë. Pra mbi 3.000 euro. Sepse edhe urdo? Mbi 3.000 euro. Po, mbi 3.000 euro. Po, do thonë ta, që na thot ky e pralla me mret, të lutem shumë. A jemi ekonomi tregu? A duhet shpërblehet tjetër sipas kontributit që ka dhënë? Po. Në cilin vend të botës të gjithë pasuritë kombëtare janë shërbim popullit? A duhet të përfitojë dhe krijuesit që janë pensionistët nga këto pasuri kombëtare? Se po do pusët e naftës e minerët i ka privati. Nuk e pensionistit. Kurse këtu, pra, pensionistët shqiptarë janë të vetmin të botë që ja kanë dhënë në pjatë popullit shqiptar gjithë pasuritë kombëtare. Urdhë shfrytëzoi, rrit fëmijët, nipën, besat, stërmesat, edhe 10 breza më mbrapa. Ky është kontributi i popullit shqiptar. Dhe i atyre ish kooperativiste, atëherë këta e meritojnë të marrin rroga pensione shumë herë më të larta se deputetët. Se çfarë bëjnë këta deputetët sot? Edhe ministrat. Këta i kanë mbushur ministrit plot se i duan thjesht vetëm për pushtet, për të marrë pushtet me vota. Po këta gjithë shërbimet shtetërore dhe vendore ja kanë në privatit. Këta s'bënë si punë, këta janë si qyqja. Qyqja bën vezën dhe ja çon në forrik zogun tjetër. Nuk e rrit zogun. Kështu dhe këta, me lekët tona, nga gjaku jonë, nga buka jonë, këta ja jemi privatit, fiton privati edhe e ham neve. Pra ata, se duhet ta bëjnë privatit ata? Se nuk i përmendojnë veta me gjithë qeverit, ministrat janë, edhe ministrit janë mbushur plot, edhe bashkia është mbushur me gati me 20.000 punonjës. Pra, kjo është logjika. Këta duhet pranojnë, jo duhet ta pranojnë. Po klasa politike, opozitare, intelektualë shqiptar, edhe gjithë populli shqiptar duhet ta vërë këtë qeveri me shpata për murin. Por jo vetëm thjesht qeverin, por dhe opozitën e PD-s që bashkëpunon me këta. Se janë të dy bashkë ata që vendosën që të mbyllën listat edhe të zgjidhen deputet ata që deshin ata, jo që deshin populli. Dhe bota heshti. Dhe për turpin e tyre, këte e pranoj edhe gjykata kushtetuese. Ora këtu është qelbu komplet. Do të thoshti, lexoj për ditë, mbushur lajmet, sigur
jetën në Shqipëri, demokracinë do të sjellë Spaku dhe gjykata. S'është e vërtetë. Në qoftë se ne do pranojmë që në Shqipëri drejtësinë, korrupsionin do të luftoj Spaku dhe gjykatat, atëherë ne jemi diktaturë ushtarake. Nuk jemi demokraci. Një shoqëri që pranon që t'i zgjidh hallet drejtësia ka marrë fund në logjik. Por intelektualët shqiptar i kanë mbathur ky në përborde, fëmijët ambasador, fëmijët drejtor, se kështu qarkullojnë ta, hiqja lenës, varja prenës, edhe thonë, Arama punon, po për ata punon. Kështu që unë mendoj se këtu duhet një lëvizje madhe. Por unë kam një akuzë të madhe për media shqiptare. Për të gjithë media shqiptare, sidomos televizive. Po dhe ajo është shkruar. Flas për këto mediat kryesore, njerëz nuk ka diskutim. Këta duhet heqën dorë, duhet ta kuptojnë më së fundi se nuk po i shërben popullit shqiptar. Mbushin emisionet me emisione qensh, pe ushqimet e qenve. Je i virgjë apo si je i virgjë? Çan këto bullegje. Emisione skandaloze. Rrinë me orë të tëra për shpjeguar se si gatuat fasulja, se si bëhet byreku, bredhi në përfusha përbale, festa gështenjës, festa e ullirit, festa domatës, festa grurit, festa e gjelit detit. Dhe nuk ullet të diskutoj për këto probleme. Pse? Sepse marrin oligarkët, pronarët e tyre, marrin tendra dhe koncesione. Në kushtetut duhet ndalohet që pronarët e medjave të marrin koncesione nga qeveria. Përfshirë edhe reklama televizive, apo reklama në shtypin e shkruar. Se këta janë të lidhur, janë të varur nga qeveria. Edhe zomët që na kanë mbyllur gojën. Bëjmë nga 11 janare, nga 11 maj deri tash, s'ta thonë kush. Kurse para 11 maj, 2-3 intervista në javë jep unë, më thrini mua. Po tani çes më thrasi. Janë bari i pa vlerë për ta. Po të rrasë një personisht tjetër mo. Po jo e flati eksperti. Eksperti nuk flet me shpirt. Eksperti, unë nuk i thyë i këta. Po eksperti nuk ka hallin tonë, nuk ka ndjeshmërinë tonë, nuk ka logjikën tonë. Ai ka anën teknike. Ai shikon ligjin, shikon VKM-n, shikon këto e rregulloret, udhëzimet e Institutit të Sigurinë Shoqërore e tjerë. Prandaj hallin e personistit e zgjidhim ne. Nuk thot kot populli. Pyet të vujtrin, jo të diturin. E i vujtri ja jemi neve. Pse sa dëgjojnë? Nuk na dëgjojnë sepse sa dëgjojnë qeveria. Bashkimi Evropian të gjitha të këshijet në Shqipëri duhet t'i kishte parë Qikur Edi Rama vurin në zbatim mbylljen e të gjithë dyerve të zyrave të gjithë administratës edhe qeverisë për që takohen qytetarëve. Kjo ishte pushkatimi i demokracisë. Ti mbyllësh gojën qytetarëve të ankohen, të këshillojnë, të denoncojnë, do thotë që ti je shkëputur, ti me qytetarët je armik, ti je diktator. Atë e bëri edhe me zgjedhjet, veti i zgjedh deputetët, ti ne shkojmë nga me shpresë se më na hedh një kockë. Prandaj ajo pyeti që pse e votojnë, nuk është faji atyre. Nuk është faji atyre. Thashun, peshku me i zgjuar, kur është i uritur do bjeri në grep. Edhe populli shkret. Ai ka ngjerë palek, po këta thonë, ju bien fëmijët. Po një tallje tjetër që u bën ish komunisti, që harrova ta thënë parë. Po atyre fshatarëve thotë, u kemi dhënë tokat, u kemi dhënë bakti, u kemi dhënë pyje, u kemi dhënë kullota. Kjo është jo vetëm fyrje për kooperativistët. Po kjo tregon dhe ignorancën e tyre, shpirt ligësinë e këtyre qeveritarëve. Por çfarë tokë e ke dhënë ti kooperativistët? Kooperativat janë krijuar nga bashkimi vullnetar i tokave, i baktive, i pyjeve të private që kishin këta. Dhe tani që u prishin kooperativat, ata morën tokat e tyre, morën baktitë e tyre, morën pyjet e tyre. Ndryshe është nga fermat bujqësore. Punëtorët e fermave që merrin rrogë disa herë më të madhe, atë edhe ata morën toka një lloj si kooperativistët. Po ama pensionin e tyre ka dalë disa herë më i lartë se i fshatarëve. Edhe kjo është një padrejti. Por një padrejti tjetër që është bërë
ish kooperativiste për pensionet, nga ajo skem e fliqur kriminale, dihet që kur bë privatizimi i të gjithë atyre pasurive që kishin ngelur, atyre dyqanxhive, shitësave ju privatizuar me qendarka dyqani. Traktoristët ju privatizuar traktori, kombajnerit, makinës, apo u bën aksioner në ndërmarrje të ndryshme shtetërore që ishin në kem. Po mirë, ai dyqanxhiu, fjala vjen, një shoku im te Myslim Shyri e privatizoi këty, ai dhe sot merr 3.000 euro qira nga i lokali çka. Po si mund mos të diferencosh ti? Ati që ke dhënë lokal, që ke dhënë makinë, që ke dhënë kombajn, që ke dhënë traktor, që ke dhënë një pasuri caktuar. Pse edhe jep pension barës me mua, me fshatarin, me punëtorin, me mësuesin, me inxhinierin? Pse i trajton një lloj? Pra, kjo skemë, kjo është krejtësisht kriminale. Krejtësisht, ç'a të them unë, nuk di unë ç'a të them. Prandaj, ose tjetra. Në qoftë se të gjitha ato që rreshtova, edhe shumë të tjera që ka për thënë, nuk konsiderohen si pasojë e asaj diktature që thuhet, që pranohet më e komuniste në botë, dhe për të arsye ish të burgosit janë kompensuar me miliona, janë dëshurbyer me miliona për ditët e burgut që kanë bërë. Po mirë, këta nuk janë po aq vujtës edhe këta. Ata kanë vujtur burg, më shumë politikisht, po dhe fizikisht. Po mirë ai fshatar që ka prodhuar shumë edhe ka ngrënë një kothere. Po ky nuk është disciplinuar. Nuk është i praktikisur. Atëherë tip, pse këtu nuk ja vlerëson punën që ka bërë? Ndoshta e ka merituar edhe ai fshatari sepse vetëm partinë e punës ka dashur edhe tani pasardhësit e Enverit është duke dashur. Kështu që të lutem. Jo. Në qoftë se jemi demokraci, nuk do vazhdojmë me luftë klasash. Jo, s'është çështje lufte klasave, por jo, duhet shumë. Njerëzit më fal të reflektojnë. Shiko. Në qoftë se jemi pluralizëm, po këtu s'ka pluralizëm. Përdesa ai unë ankohem, protestoj, edhe nuk do dëgjon. Pra këtu s'ka pluralizëm mendimi. Nuk ka pluralizëm mendimi. Atë si ka mundësi që kur s'ka pluralizëm mendimi të ketë demokraci? Këtu është baza. Atëre ti për çfarë ndrove sistemi? Të lutem shumë. Shumë e drejtë. Zoti Dyshniku, në qoftë se na kaluar, ty të thoni, më fal. Në qoftë se ati që ishte kulak i thoshin kulak, edhe persekutohesh, ti pikërisht për këtë u ngrit edhe e rrezova atë sistem. E drejt. Tani si ta pranojmë ne që ky fshatar ka votuar, po pse ai më fal të thënë ai tjetër një në përgjithë sa që thoni juve. Ai burgosi argumentin. Po, mbarojeni argumentin. Ai burgosi politik në ato burgjet atje. Nuk ka votuar dhe të paktën një pjesë e tyre për deputetin e asaj zone nga Afrika se do i shtohesh burgun këtu depër. Ose ata që ishin të internuar apo që do të lejoheshin të votonin. Nuk ka votuar ata, po ata që ishin në heshtje kundër atij pushteti, nuk ka votuar për atë pushtet. Pa nuk gjykohet shumë. Ki ke votuar partinë e punës? Po mirë edhe në të gjitha diktaturat për diktatorin votojnë. Po jo se janë dakord. Kë janë votojnë se ashtu është sistemi, s'kishte rrugë tjetër. Po mi çfarë rrugë tjetër kanë pensionistët sot? Më thuaj, çfarë rrugë tjetër kanë? Ai thotë unë kam pushtetin. Unë thotë ai në 2030 do jap pensionin e 13. A shikon çfarë citalli? Deri në 2030 kam vdekur 3 çelëk pensionistë janë gjallë sot. Pra ai shketi, ai shkollë ka, ai nivel ka, ai ishte mirë më, ai sikur të jetë një kock dikush, ai thot faleminderit. Ai nuk ka arritur pensionistët. Zoti Dyshniku, rrugëzidhjet dhe problematikat në vimësi të pensionistëve do t'i diskutojmë në intervistat e radhës. Unë ju falenderoj që ishit në Agora News për gjithë mendimet edhe analizën tuaj të saktë si gjithmonë, por edhe revoltën e brendshme që keni si një nga pensionistët e spikatur sa i përket kësaj çështje mjaftën pret, duhet thënë, për shtresën e pensionistëve. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.